qysh mundet me pas marrëveshje politike, por nuk ka kuvend konstitut. Në çfarë logjike mundet më ndërtu një marrëveshje politike kur neve na ka paradalu hymja në kuvend, dhe kuvendi nuk ekziston i konstitut. Në çfarë baze? Diskutimin që e ka pas Zoti Hamza e kam kuptu shumë thjesht. Marrëveshja politike buron masi që kuvendi formsohet dhe qysh partitë siç i kanë pozicionit e tyre mbi to të jeni marrëveshje. PDK-ja ka qendrën saktë që do të bëjë opozit, Aleonca i ka 6 pika, LDK-ja ka thonë bëni president konsensual se ne e bëjmë. Në çfarë marrëveshje më shkuar? Logjikën që ju po shtoni pyetjen, do të thotë që neve na pamundsohet se Ballakja si ka 61 vota. Një pyetje që na nuk po e shtrojmë. Logjikën demokratike, kur ti shesitu kuvendi, e kishum pa i ka 61 vota. Kur ai nuk i ka 61 vota, kishum pa i ka opozita 61 vota. Dhe nështë ne kishëm kriju qeverinë për çdo kohë. Po kjo është ka bllokon funksionimin e shtetit ekzekutiv, ku qeveria merr detyra për shërbimin publik. Një dën kohë ku e parandalon ecjen, rrjedhjen e afatit për president, duke thonë se është marrëveshje politike. Marrëveshja politike nuk ka kush për konstituim. Kush për konstituim është vetëm verifikim mandatit. Përgjithësia na takon neve. Përgjithësia takon secillit qytetor të Republikës Kosovës, në këto rrethona ta ngrinë zërin dhe ta mbrojë shtetin demokratik, për cilin kemi luftuar me gjenerat pas gjenerate. Pra sot kërkohet që ta ruajmë Republikën e Kosovës dhe ta ruajmë vendin kushtetues. Kushtetuta nuk është një dokument që respektohet vetëm atëherë kur i përshtatet pushtetit. Kushtetuta është kufiri i pushtetit. Është garancia se institucionet nuk mund të shndrohen me instrumente një individi. Është garancia se askush nuk është mbi Republikën e Kosovës. E as nuk do të jetë kot, as deputeti Albin Kurti. Sot duhet të themi çfarë. Kosova nuk mund të mbëhet peng derisa Albin Kurti të zgjidhë problemet e veta politike. Kuvendi nuk është pronë e tij, qeveria nuk është pronë e tij, institucionet nuk janë pronë e tij, Republika nuk është pronë e tij. Albin Kurti sot ka mandat deputetit, ndërsa duke qenë deputet, vazhdon ta ushtroj detyrën e kryeministrit jashtëtetshëm dhe ta bën peng qeverinë bashkë me ministrat e tij, e në anën tjetër ta bëj jo funksional kuvendin, duke cënuar të rendin kushtetues, qysh edhe në ditët paraprake e kemi cekur që ka shkelje flagrante të kushtetutës si rezultat i mungesës brenda kohët 30 ditore për me u konstituu kuvendi. Qeverit vinë dhe shkojnë, kryeministrat vinë dhe shkojnë, deputetët vinë dhe shkojnë, kuvendi, qeveria, institucionet do t'jenë të përjetshme. Realiteti i vitit 2008, përkatësisht datës 17 shkurt 2008, i shkollur shtet i pavarur dhe sovran në këtë sallë, nga Hashim Thaçi nuk mund të rikrijohet, nuk mund të rishkruhet dhe nuk mund të zhbëhet. Albin Kurti duhet ta kuptoj se nuk mund të krijojë republikë të re. Ai duhet pajtohet se shteti i shkollur në 17 shkurt 2008 nga Hashim Thaçi është pjesa më e lavdishme e historisë sonë të re kombëtare. Dhe ai dhe ne gjithë e kemi vetëm një detyrë, ta forcojmë, ta ruajmë, ta mbrojmë. Çdo tendencë për me ndryshuar realitetin, çdo tendencë për me cënu rendin kushtetues, do të jetë tendencë që neve do të na gjejë duke u ballafaqsuar direkt me ty dhe duke mbrojtur, po në njëjtën kohë të qytetarët të Republikës Kosovës, gjithandej që ta ngritin zërin, sepse